Kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shavani ka promovuar përfundimin e punimeve në rrugën Brahim Aga në fshatin Dobordoll, duke realizuar një prej premtimeve të dhëna ndaj qytetarëve. Shavani theksoi se realizimi i këtij projekti është rezultati i angazhimit të vazhdueshëm për përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve të jetesës për të gjithë banorët e komunës. Ai nënvizoi se investimi në Dobordoll është realizuar në bashkëpunim edhe me banorët e fshatit dhe ka një vlerë mbi 200.000 euro. Jemi duke inspektuar punimet e rrugës quajtur Brahim Aga. Një rrugë që vërtet ka pas nevojë, në kërkesë të qytetarëve e ka moçme dhe realisht nga gjitha rrugët kishte nevojë si më tepër dhe ne kemi përkushtuar rëndësi dhe prioritet nga projektet të cilët e kemi pas. Ja që sot bashkë edhe me qytetarët kemi dalë bashkarisht të shohim, është një mirë për gjithë qytetarët që duhet ta gëzojmë. Sot jemi edhe në promovimin në atë solemni që e quajmë ne. Këto janë punët tona, kuptohet komuna është në vazhdimsi në të mirën e qytetarëve, në bashkëpunim me qytetarët për të mirën e qytetarëve dhe vendit ku ne të gjithë bashkë jetojmë në këtë vend. Projekti realisht është me 3 rrugë, një projekt që ndan 3 rrugë, rruga e Brahim Agës, rruga e cila lidh pjesën e fshatit të Dobridoll dhe Negotin. Nga buxheti komunal janë paguar 200.000 euro, 11.800.000 denar dhe ka pasur edhe nga vetë qytetarët, me iniciativë qytetarëve që pjesën nëntoksore, infrastrukturën nëntoksore kanë paguar vetë qytetarët. Kjo është një e mirë dhe tregon një besueshmëri të lartë ndaj komunës që qytetarët vazhdimisht janë bashkë ku komuna çdo projekt të cilin e ka edhe efekt financim nga vetë qytetarët. Ndërkaq kryetari i Këshillit Komunal të Vrapçishtit Evzal Arslani tha se ky investim i rëndësishëm infrastrukturor sjell një zgjidhje konkrete për problemet e qarkullimit në pjesën qendrore të fshatit. Falenderohesh banorëve kësaj rruge që kanë kontribuar e përkushtuar dhe durimin derisa ky projekt është realizuar me sukses. Ta gëzojnë gjithë banorët e fshatit Dobridoll, kjo nuk do të jetë edhe rruga e fundit për fshatin Dobridoll, ato premtime që i kemi dhënë bashkërisht me kryetarin e komunës në një të afërt të shkurtër do të realizohen ashtu siç e promovojmë këtë rrugë. Banorët e Dobordollit e kanë mirëpritur këtë projekt pasi rruga Brahim Aga përbën një segment të rëndësishëm për komunikim dhe qarkullim me qendrën e fshatit dhe fshatrat përreth. Me realizimin e kësaj ndërhyrje, zgjidhet një problem i kahershëm që ka ndikuar në përditshmërinë e qytetarëve. Bëm trotuarët me asfalt prej bashkëqytetarëve, investimi jo, dhe i përshëndesim ata, përshëndesim edhe hoxhën që ishte e mbante evidencën, ishte transparente nga ana e projektit, nga ana e komunës, edhe me punë. Kryesin jemi të kënaqur, rruga u bë me standarde, besojmë me standarde evropiane. Dobordolli si një ndër vendbanimet më të mëdha të komunës së Vrapçishtit, vazhdon të jetë në fokus të investimeve infrastrukturore që synojnë zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve për banorët.